Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilit I përket sundimi I qiejve dhe tokës. A jep jetë dhe merr jetë, dhe në dorën e tij është çdo gjë. Salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim rreth kurbanit disa fjalë, rreth ursive dhe dispozitave të tij. Mirë po, para se me fol për kurbanin, një përkujtim për vete dhe juve, që të shfrytëzojmë maksimum këto 10 ditë të mëdha të Dhulhijhes, të angazhohem në vepra të mira, në punë të mira, vepra këto të cilat janë më të dashura te Allahu azza wa jall, se çdo vepër që bëhet jashtë këtyre ditëve, përveç përjashtimit që ka bërë pejgamberi alayhis salam të atij personit I cili del në luftë me jetën e tij dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet. Gjithashtu, një përkujtim I veçantë për ditën e Arafatit. Këtë ditë e cila është pas nesër, se na sot vetëm e mbyllëm ditën e 7 të Dhulhijhes. Jemi në natën e 8, domethënë nesër është jevm at-tarwiya, ku haxhilerët përgatiten dhe veshën ihramat e bojnë të haxhin. Pastaj vjen dita e Arafatit. Këtë ditë, që është ditë e duas, e lutjes, ditë e përgjërimit dhe përuljes, ditë e përmendjes së Allahut azza wa jall, e agjerimit, ditë e faljes së gjunave dhe mëkateve, amnestimin nga zjarri I xhehenemit. Pra nuk ka ditë në cilën Allah azza wa jall liron me shumë njerëz dhe fal nga zjarri I xhehenemit se sa në këtë ditë. E kjo vëllazëri është më e madhe, pra, amnestimi nga zjarri I xhehenemit ka kuptim edhe më të madh se sa me hyrje në xhenet. Se ka njerëz të cilë do të hyjnë në xhenet, mirë po do të hyjnë vetëm atëherë kur pastrohen në zjarrin e xhehenemit. Nërsa me arrit njeriu amnestinë e Allahut azza wa jall, nga dënimi I Allahut, kjo nënkupton me hyrje në xhenet direkt. E kjo është padyshim më e madhe. Atëherë me pas kujdes se dita e Arafatit nuk është një ditë që duhet me kalu njeriu në për pazare, në për tregje, në për qendra tregtare, me shite, me ble, me përgatitje. Nuk është ditë që kalon njeri në telefon, nuk është ditë që njeri e kalon në vizita, në biseda të kota, është një ditë që duhet përkushtohemi shumë, secili prej neve, që me lejen e Allahut azza wa jall dhe ndihmën e tij me arrit faljen e Allahut azza wa jall, amnestin nga dënimi I Allahut azza wa jall, dhe kështu me festu pastaj bashkërisht festën e madhe të Kurban Bajramit. E sa I përket kurbanit, një përkujtim ndoshta se shumë prej çështjeve janë të njohura për juve. Mirë po, duke u nis prej faktit se kurbani është simbol I kësaj feste, ose kurbani është simbol I këtyre ditëve të mëdha. Dhe madhrimi I këtyre ditëve dhe simboleve që ndërlidhen me kurbanin, me haxhin, me gjitha këto, janë shenjë e devotshmërisë. Atëherë poshtë rrugës të flasim gjithsesi për kurbanin. Pak më gjënsisht që me këto, me këtë kurban, me këtë fest, me këtë
të ketë një vend veçantë kurbanin në zemrat tona. Ta madhrojmë këtë adhurim, cilin e dënë Allah Azza wa Jall, dhe këtë simbol që simbol i këtyre ditëve dhe kësaj feste, me qëllim që të shtohet, devotshmëria në zemrat tona. Kurbani është thirrja e kafshës të cilën e bën besimtari dhe muslimani në ditën e Kurban Bajramit dhe 3 ditë të tjera në vazhdim që njihen si Ayamut Tashriq, e që gjithsesi kjo vepër shoqërohet me niyet me ofru Allahut Azza wa Jall, pra është adhurim, është ibadet. Andaj ti dedikohet dikujt tjetër kurbani pas Allahut Azza wa Jall, o shirk i madh. O shirk, për ata dhe ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë njeri i cili thirr kurban për dikën tjetër pas Allahun subhanahu wa taala. Kurbani pra si adhurim mbështetet në ajete kuranore, pra në Kur'an, në sunetin dhe traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe është një adhurim i lehtësuar në bazë të konsenzusit të dietarëve. Allah subhanahu wa taala për ajeteve në Kur'an që flasin për këtë është ajeti i njohur në surën më të shkurtë Kur'anit, në surën Al-Kauthar, ku thot Allah azza wa jall: "Fasalli li rabbika wanhar." Andaj fal namaz për Zotin tënd dhe thër kurban. Do të thonë, dhe thër kurban vetëm për Zotin tënd. Sikurse namazin që e bën sinqerisht për Allahun, atëherë edhe kurbanin duhet t'ia kushtosh vetëm Allahut subhanahu wa taala. Sa i përket haditheve që kanë ardhur për kurbanin, po e veçojmë hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, i cili na tregon dhe thot se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thirr kurban 2 desh emlehajni, e fjala emlehajn është e ka kuptimin ose desh të bardh, ose kryesisht të bardh me disa pjesë të zeza, pra me pak lara të zeza. Bilen disa hadithe ka ardhur që ka ndodhur të thirrë pejgamberi sa kurban, e që ka qenë kurban i bardh ose dele. E bardh këtë rast realisht në desh të bardh, mirë po që ka pas pjesën e zezë vetëm pjesa e gojës, pjesa e këmbëve të para dhe këmbëve të mbrapa, vetëm disa pjesë pra të trupit. Sido që tjetë, pra pejgamberi ka thirrë kurban, që thotë Enesi, 2 desh të bardh, aqranejni, dhe më thonë me brin të mëdhej, thot i ka prej me dorën e tij dhe duke përmend emrin Allahut, pra me bismillah, dhe duke marrë tekbir me fjalën Allahu Ekber, dhe njënin thot e ka prej për ummetin e tij dhe tjetrin e ka prej për vete dhe për familjen e tij. Gjithashtu, siç tham, kjo është e mbështetur edhe në konsenzusin e dietarëve. Realisht hadithi i Enesit, të cilën e cekëm, e përmend edhe përshkruan edhe formën e therrjes që ka vënë pejgamberi alayhis salam, por ka prej me dorën e djallë gjithsesi, duke e shtri desht në krahun e majtë të deshve, dhe kamën duke vendosur te qafa ose te krahu i dashit, me qëllim pra që të merr pozitën më të mirë, më të lehtën për me therr vet, po ajo është edhe më e rehatshme edhe për dashin ose edhe për kafshën. Faktikisht kjo është forma që e ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dispozita e kurbanit, cila është? Pra cili është gjykimi i Islamit mbi kurbanin? Shumica e dietarëve kanë mendimin se kurbani është sunet i fortë. I fortë për arsye se pejgamberi nuk e ka lënë asnjëherë. Bile kjo ka shtyr disa nga dietarët të kenë mendim se kurbani është vajib, është obligim. E sidomos duke u mbështetur në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai person i cili ka mundësi të thirr kurban dhe nuk thirr, mos t'i afrohet vend faljes tonë, pra ditën e Bajramit. Do të thonë se ndonjë ndëshkimi që të mos merr pjesë në gëzimin
e besimtarëve, në festën e besimtarëve për shkak se kalon mongu, domethënë pa kry këtë vepër të madhe. Pastaj po flasim pak rreth urtësisë së kurbanit. Ka shumë urtësi në thjerrjen e kurbanave. Gjithsesi, një ndër urtësitë më të mëdha është se me këtë adhurim besimtarët synojnë të afrohen Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, njerëzit dojnë ta madhrojnë Allahun azza wa jall me sinqeritet, e bëjnë këtë sinqerisht për Allahun azza wa jall dhe me vepra të sinqerta, vetëm me këto njeriu i afrohet Allahu subhanahu wa ta'ala pas besimit. Sot Allah te baraka wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah. Thuaj pra Muhammed se namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë për Allahun Zotin e botëve, ai nuk ka shok, pra nuk ka ortak. Pra sinqerisht këto gjëra i bëjmë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Synim tjetër ose urtësi tjetër e kurbanit është të arrihet devotshmëria. E përmendëm edhe qëllimi i këtij dersi është edhe kjo, dhe që shpresoj që këto ditë mira, tubimet, nejat që bëhen për Allahun azza wa jall, janë një nga shkaqet më të mëdha që të arrihet devotshmëria, çdo devotshmëria po të arrihet kënaqësia e Allahut azza wa jall, dhe lutem Allahun që kjo të jetë në listën e veprave tona të mira. Pra synim i thjerrjes kurbanit është që njëri të arrijë shkallët e devotshmërisë. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "La yanala Allaha luhumuha wala dima'uha." Te Allahu nuk arrin as mishi e as gjoku i atyre kurbanave. Pra gjoku i tyre dhe mishi i tyre nuk arrin te Allahu azza wa jall. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Por te Allahu arrin devotshmëria juaj. Përkushtimi juaj. Pra sa me zemër dhe përkushtimi i bëni këto adhurime, këto arrin te Allahu azza wa jall, në mesin e tyre edhe ky kurban. Pra nuk na dim, a ngritet gjoku te Allahu? Nuk ngritet. A ngritet mishi? Nuk ngritet. Përkundrazi ato vetë e konsumojmë. Mirë po ngritet Allahut vepra jonë. Kjo vepër që bëhet me përkushtim. Kjo vepër që bëhet me përulje për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe vazhdon thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum." Thot kështu ne i kemi vënë ato pra këto kafshë në shërbimin e juaj, që mbi to ta përmendni emrin Allahut azza wa jall, pra me bismillah ti thërni, për shkak ose sepse ai ju udhëzoi juve. Pra kurbani përveç tjera është se po përmendin këtë ajet shumë urtësi, devotshmëria, përmendja e Allahut, që do të përmendin, do të numërohen më poshtë. Përmenduri te Allah subhanahu wa ta'ala dhe falënderimi. Pra që tini të shprehni falënderim ndaj Allahut azza wa jall, që ju ka udhëzu. Domethënë, kurbani është falënderim për Allahun azza wa jall për udhëzim. Se sikur se mos ishte udhëzimi i Allahut azza wa jall, këto vepra nuk do t'i bëheshin për Allahun azza wa jall. Por mesin ose format që e falenderojmë Allahun azza wa jall është gjithsesi edhe kurbani, dhe në fund Allah azza wa jall i përgëzon vepërmirët, wa bashiril muhsinin, e jep lajmin e mirë ose përgëzoj vepërmirët. Gjithashtu, synim tjetër me thirrjen e kurbanit është që njeri ta ringjall ose ta rikujtoj sakrificën më të madhe në historinë e njerëzimit. Sakrificën e Ibrahimit a.s. Atë sunet dhe atë traditë të pejgamberit ton Ibrahimit a.s. E që pastaj kjo ka mbet të gjithë muslimanët dhe edhe në umetin ton. Realisht historia e Ibrahimit a.s. për gjithësi
është një nga historitë më të mira, me ndodhit më madhështore dhe me shembullin më të mirë për përkushtimin ndaj njësimit të Allahut Azza wa Jall dhe dorëzimit plot ndaj Allahut Azza wa Jall. Mirë po, therrja e djalit të tij Ismailit për pejgamberit tjetër është një nga shembujt më të mëdhenj. Ibrahim a.s. Allah Azza wa Jall ordron, thirrën bë davet, bën davet, bën hijret, lej atjeni një tokë të thotë, të shkretë që nuk bin asgjë, e shkretë në kuptimin e thatësisë, se për ndryshe vend i shajt në Mekë, e lën gruan, djalin e vogël, çka e ordon Allah Azza wa Jall? Duke ju bind Allahut, duke ju dorëzuar Allahut Azza wa Jall. Që me lën fëmijën e vogël foshnje me një gru të ngratë, o sikur me myt me dorë tone. Si me myt me dorë tone. Po shturdhëri Allah, dorëzimi plot. Hajde edhe me hik dorë pe e vladit, e tëna. Mirë po me tarë dhurdhëri Allahut, me thonë, me pre, me amor jetën, me dorë tone, vetë me dorë tone. Në edhim historinë, Allah Azza wa Jalla ka falë këtë fëmijë në pleshni, masi që i ka mush 80 vjetë, në pleshni. Jo i vogël, masi që u rritë i ka dollë gra, falamma balagha sa'yahu, dhe më thonë, kur ka mrim moshën, që i ka dollë kraj, ka ndihmu, pra i ndihmoj me maru qabën e komplet. E bashkë këtë kohë, kur ka qenë i rritun, me i dollë kraj, me i ndihmu, në fund, me urdhru Allah Azza wa Jall, me sakrifiku, që pa dyshim është një bela e madhe, një sprove e madhe, për kështu e ka qytë edhe Allah Azza wa Jall vetë në Kur'an. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, falamma balagha ma'ahu as-sa'i, posa ka rrit në kohën kur ju ka bë krah me ecë me to, me është pra i rritun, i zhvillum. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madha tara. Thotë, o birim, unë kam po ëndër që të therri. Me të prej. Atër shiko çka po mendon ti. Që kjo është e çuditshme për një babe, për djalit vetë me a thonë këta. Edhe mos më kom përcjell kjo, është e vështirë me u besu. Sikur që është e vështirë me u besu reagimi i Ismailit a.s. sikur Allahu mos e kishte regjistruar në Kur'an. Me njëherë, pa asnjë hezitim, ja kthen, ja abati fa'al ma tu'mar, satajiduni inshallahu min as-sabirin. O baba im, vepro ashtu si që urdhru, se ëndra e pejgamberit është vahi shpallës urdhër. Sot vepro ashtu si që urdhru, se me emrin e Allahut do të ngjesh prej durimtarëve. Çfarë edukate është ky fëmijë? Çu eduku ky fëmijë që kështu me ju dorëzu komplet Allahut Azza wa Jall. A ka sot një fëmijëve që çat dushtuj veç ku me gjet lojka? A ne jesë që tash, jo prit edhe pak, jo po muna, jesë po muna, jo. Për çështje shumë të vogla. Për çështjet namazit, me sakrifiku gjumin e thirr me çuf me fal sabahin, priton me uçu 100 herë. Që prit edhe pak, që po çuhen atë. Me mësu Kur'an, me bëni diçka që shumë e vogël, heziton, priton. Kurse këtu me sakrifiku, nuk po heziton as pak. Sot vepra, ashtu si që ka urdhru Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama, sallallahu alaihi wa sallam, posa të dytë, ju dorëzun urdhët Allah të zojë, dytë. Wa tallahu lil jabin, dhe ja ul bollin në tokë, pra shtrin për me e therë. Dhe fillon me therë, fillon me prej, mirë po, ketër që thika s'po prejna. Ata u dorëzun komplet, babe djallë. Mirë po thika s'po prejna. Si zjarë atje që s'po djegë, e gjujtën zjarë. Mirë po Allah e bani shpëtim. Kjo shumë letë kish me qenë një tregimi pa vërtet, një imaginar. Tonë kishëm pas qef me në arë me pas një farë sfide, e në fund me përfundu mira. Mirë po,
Kjo përfundon kështu pasi që Allahu e dëshmon sinqeritetin e tyne. Pasi që Allah Azza wa Jall dëshmon se kam përmbushur dhe në Allah Azza wa Jall. Atëherë vjen thirrja e Allahut Azza wa Jall nga qielli ku thot Allah subhanahu wa ta'ala wa nadaynahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Dhe e thirrëm, thot o Ibrahim, ti ke përmbush ëndrrën, inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ne kështu i shpërblim vepërmirët, inna hadha lahu al-bala'u al-mubin. Kjo me të vërtet ishte një sprovë e qartë. Sprovë, ku sprovë më mëdha? Sprovë e qartë. O fedejnahu bi dhibhin azim, vazhdon ajetet kuranore, sot Allah Azza wa Jall, dhe ne atë e zaventësum me një kurban të madh. Pra, Allah Azza wa Jall e sjell nga qielli një dash të madh, cilin e sakrifikon ose e thirr Ibrahimi alayhi salam në vend të djalit të tij Ismailit, e që sot dhe asaj dite besimtarët therrin kurban në Mekë, kurban që në të hajit, el hedj që quhen, po edhe therrin kurbana në për çdo vend në botë ku muslimanët janë, për Allahun Azza wa Jall, dhe që është njëkohësisht një përkujtim e asaj sakrifice që më na eduku se si duhet njeri sakrifikon. Pra robi Allah, ti me kurban sakrifikon një pjesë të mallit tënë. Po kurbani është më shumë se kjo. Kurbani është një edukim që me u eduku, që me sakrifiku për Allahun gjithçka nëse në pyetje. A ne të edukuhem, dojmë ku për Allahun sakrifikujmë. Dojmë mall dhe pasuni, dojmë angazhim në mund dhe punë, dojmë për Allahun Azza wa Jall, se nëse jemi të sinqert, padyshim që shpërblimi i Allahut ose shpërblimi nuk do të humbë tek Allahu për robët e tij. Shpesh herë e shohim këto ajete që flasin për kurbana, Allah subhanahu wa taala i përgëzon vepërmirët, i përgëzon dhe tregon se këto vepra janë shkak që njerëzit të shpërblihen për shkak për urtësisë që ata tregojnë. Gjithashtu, prej urtësive të kurbanit është që njeri të shpenzon për familjen e tij më shumë. Na sot elhamdulillah i gëzojmë të natë mirat, Allah na bëf prej robëve të tij falënderues. Sot të mirat janë me bollak. Mirë po gjatë shumë një pjesë të madhe të historisë tek njerëzit ka pas varfëri, ka pas situata të vështira. Dhe njerëzit ndoshta kanë pas moll mishin e një ushqim tamam dend. Kështu që me kurban don Allah Azza wa Jall që të gëzohen nevojtarët, që të gëzohen njerëz të varfër. Të tillë ka gjithë. Mirë po në disa kohë njerëzit edhe çdo familje është gëzuar kur është prej diçka është thellë diçka. Sot kanë ardhur me bollok gjona që i ndjekun fëmijët e tonë edhe s'u ushqen se kurse mi kujtu ato ku ka pas mungesë çdo gjaje. Dhe me therrjen e kafshëve, atëherë është bënë një shpenzim për familjen, po sidomos për ata që kanë nevojë. Gjithashtu urtësi tjetër është ose qëllim tjetër i therrjes së kurbanit është falënderimi ose minujja ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jall masi që flet Kur'an për therrjen e bagtive, thot kedhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, thot kështu thot ne këtu i kemi vënë në shërbimin e juaj, thot me qëllim që ju të jeni falënderues mirënjohës. Pra që të thërni këto kafshë, të shfrytëzoni dhe të thërni me emrin e Allahut Azza wa Jall, të sakrifikoni që të shprehni pra mirënjohje ndaj Allahut subhanahu wa taala, që kjo veç përmend më herët, pastaj edhe fundit me cilën po mjafton të urtësit është dhikri dhe përmendja e Allahut Azza wa Jall, e që realisht është synimi i gjithë ibadeteve. Namazi është për qëllim të përmend Allahun. Agjerimi është, sadakaja është, edhe kurbani, edhe haxhi, atë çdo gur që gjuhet me tekbir, çdo shot, çdo rreth çapës me tekbir, me përmend, me madhru emrin e Allahut Azza wa Jall. Po edhe kur therrën kurban, çdo kurban që therrët, çdo hedhje atje, haxhi, kurbani haxhi që bëhet, të therrët me tekbir, vetëm që të përmendet emri i Allahut, dhe të madhruhet
emri i tij. Sot Allah subhanahu wa taala li kulli ummetin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sot Allah azza wa jall, ne çdo populli i kemi përcaktuar ritual, për ritual që të përmendin emrin e Allahut mbi kafshë të cilat ju kemi dhënë furnizim. Pra, kjo është një ligj i Allahut të gjithë popujt, të gjitha ummetet. Fa ilahukum ilahu wahid. I adhuruari juaj është një dhe i vetëm. Falahu aslimu. Ati dorëzojeni. Wa bashiril mukhbitin, e përgëzoj ata që përulen Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto janë disa nga urësitë e kurbanit, së shpejtë se mundëm i përkujtim të urësive, në animoni pak me na tregu që sa ka fillu dersit, mos na u zotët shumë. Të llojet e kurbanit, shkurt e dini, lejohen 4 lloje të kafshëve të serën kurban, devet, lopt dhe lopt, delet me dhi, domethënë këto 4, dhe mosha e tyre duhet jetë thonë ndryshe se në termin që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është kur t'i ndrohen dhëmt. Thot pejgamberi sallam, la tadhbahu illa musinna. Thot mos preni kafshë vetëm atyre të cilave ju ka ndruar dhëmt. E deleve edhe dhive dhëmt që ndrohen 2 dhëmt e parë kur i bojnë 1 vjet. Lëvëve ju ndrohen kur i bojnë 2 vjet. E deveve ju ndrohen kur i bën 5 vjet. Kjo është ajo pse është dallimi. Domethënë tek atëherë koftë pjeken, ju ndrohen dhëmt, pjeken edhe për shumim e mrin atë kulmin e pjekjes për të ushtuar e tëna, kështu që është mosha cila fetarisht është e përcaktuar në bazë hadithit pejgamberit alayhis salam. Me përjashtim që thot pejgamberi, nëse nuk keni mundësi, thot fatazbahu jad'atan min ad-dha'n. Nëse nuk gjoni, atëherë ka bënë një përjashtim pejgamberi që bën të delet me konë më e re. Gjëra i bën me konë 6 muaj e përpjet që halasi ka plotsu 1 vjet. Për ndryshe, të dhit do të me bo 1 vjet e me hin dytin. Lop, ka bo 2 hin vitin e 3, të devet atje vitin e 5 me hi për vitin e 6. Çështja tjetër që është me rëndësi, është që nuk lejohet që të kenë është sakrificë, po thirret kurban për Allahun, po sakrifikohet për Allahun, atëherë duhet jetë i plotë edhe pa të meta. 4 gjona janë që ka përshkruar pejgamberi alayhis salam që nuk duhet të ketë kurbani dhe nuk vlen një kafshë që i ka këto, e përmend të parën el-awra, ajo e cila është e verbërt me 1 sy, pra edhe ajo verbrie në atë sy është e qartë. Gjithashtu e përmend ajo që është e smut, dhe smundja e saj është e qartë. Ajo e cila çalon, domethënë ka pengesa në të ecën dhe çalimi i saj është i dukshëm, por nuk mundet me shku me shoqet e saj në kullot, jetë mrapa s'mundet me ecë hiç. Dhe ajo e cila është e dopt, as që lig, sa që s'ka e shen sy që është e dopt e lig, nuk ka as yndyr, as kurrë, as kjo nuk therrët. Edhe dietarët thonë, kafshë i kanë këto të meta, edhe ma tepër, se pejgamberi ka ndaluar me kon me 1 syve e verbër, para mendo nuk sheh hiç. Ose ka komën këtë këput atje. Kjo është edhe më e rëndë. Domthonë të jenë meta edhe më të mëdha që nuk bën të jenë të kurbani. Të meta që janë më të vogla lejohet, me qenë se është mirë, sa më mos me pas të meta është më e mirë. Po disa të meta të vogla ju ka sy pak vrini, e ka veshin e shpum ose pak të putën ose bishtin atje. Janë të meta, po janë të meta të vogla. Mos mi paso më mirë. Mirë po kurbani është i saktë. Pyetjet sahabit për kurbanat që janë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tregojnë se kanë prej kurbanat që ka prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka prej 2 kurbana, 2 desh të bardh me brina të majm kanë qenë të tredhën, që kjo nuk është pengesë, domethënë të thirrja e kurbanave. Mirë po, çka thot
Sa që thot një ka prej thot për ummetin e tij, të cilët kanë dëshmu Allahun me tauhid dhe kanë dëshmu për pejgamberin sa me pejgamberi që ka qenë vend pejgamberin e tij, sot dhe tjetrin e ka prej për familjen e tij, për të dhe familjen e tij. Mirë po thot Ebu el-Ansari radiallahu anhu thot, edhe ishin njerëzit sot që shmburen me kurbana, e çorton pra. Se njerëzit duhet është ai mesatare, lypet pa të meta, mirë po jo më shtyje me garu me sefaci, unë e kum prej kurbanin më të mirë, më të madh, më të mëjshëm, unë e kum blet çikaçe, unë e kum blet çikaçe, ka fillu pra tregon ky sahabi sot që ka fillu një lloj mburrje me kurbana, një lloj sefacie të njerëzit. Edhe kjo nuk është e mirë. Pra duhet të jetë pa të meta, ti je i sinqert ato që e bën, mirë po jo të bëhet një fargore, një farë mburrje, më mburr para njerëzve me llojin e therrës që ti e bën. Te kuha dini fillon prej therrjes prej mas namazit të Bajramit, dhe saktësisht hutbes për mas sigurt, hutbja kur kryhet, dhe përfundon me perëndimin e diellit në ditën e 4, domethënë 40 komplet. Nëse si në qytet, për zonë këtu në Vushtrri, xhamia e parë që kryen Bajramin hin koha. Nuk do me thonë me prit deri të kryhet tana xhamia e Bajramin, një xhamisit kryhet Bajrami, u fal namazi, u kryhet hutbja, koha fillon. Mirë po jo më ngut më herët. Pejgamberi alayhis salam tregon se puna e parë të cilën e bëjmë ditën e Bajramit, thotë e falim namazin e Bajramit, pastaj kthehemi dhe i thirrim kurbanat. Kush e vepron këtë, thot ja ka qëllu synetit tim. E kush vepron ose ngutet, ajo që ka therr është mirë që ka prej për familjarët e vet, kurse nuk është ritual i kurbanit. Nuk pranohet pra kurban. E kjo hadith ose ky rast është argument shumë i madh që nuk mjafton veç njeti. Se shpesh ne themi e kam jetin e mirë, qëllimin e mirë, dhe ky ka pas qëllimin e mirë. Ka njerëz që kanë qëllimin e mirë me prej natën e Bajramit e 2 ditë përpara sot, me thon hajt më herë të javshej njerëzve mishin, te kanë hazër për me përgatit drekën e Bajramit. Njeti i mirë, po nuk mjafton vetëm njeti. Duhet me u përputh veprat bos traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Realisht rregullat e kurbanit ka shumë, mirë po mjaftohemi me një të fundit, njeriu prej kurban kur familjarit për vete dhe familjen e tij, cilët i ka obligim me i majt ose shpenzon për ta. Pra, nëse jetojnë një familje sa do e madhe që është, nëse jeton një vend, edhe i kanë tyrat bashk, shpenzojnë bashk, domethënë në një vend, atëherë e kanë një kurban. Qoftë mund me kon 2 vllazni, jetojnë bashkë, 2 të martuar ose babë e djalë. Mirë po, nëse nuk jetojnë bashkë, jetojnë domas, secili që thojmë ne ka qesën e vet atje, vetat, secili ka obligim. Çka njëri shën njerëzit pe prin vllau, vallai vllau ka porosit pe gyrbeti atje. E konsiderojnë si me kon bashkë. Jo, ai që sa vjet është atje shpit vete, ti në shpitonë, secili keni obligim për veti. Ose tash të mendu, tash e ka baba është ndoshta i ka bë 70 vjet ku me ditë sa djali këtu punon, këtu tash kur familjar edhe është baba. Mirë po mbaj si familjes është djali, nuk pritet më pej babës se ai natë mosh me mojt familjen. Tash ky e ka për obligim. Mirë po mjafton, nuk ka nevojë edhe baba, edhe djali me therr kurban. Pra, kurbani më i mirë është një deve me pre, ose një lop, ose një dele ose dhi, ose një të shtatën e deles ose lopes. Kjo është njërë përgjithshme, mirë po është edhe një kriter tjetër që përmenin dietarët, varet edhe cilin mish e preferojnë banorët e atij vendi, se me therr kurban dele ose dash është më mirë se sa një të shtatën e lopes. Po problem sa dush bë kujt më aqu, shumë njerëz nuk e marrin. Kështu që edhe pse në renditjen e përgjithshme një të shtatë është më nuk është e vlefshme sa delja ose sa dashi, por për shkak të rrethonave tona ajo është më e preferueshme. Ktu po e përmbyllim mos më zgjat më shumë dersën. Elos Allah subhanahu wa taala të na pranoj veprat tona, na jap vullnet të shtojmë nga veprat e mira, të na bashkon gjithherë në përkujtim të njëri tjetrit për të mirë, përkujtim të njëri tjetrit në sabër dhe durim, se duhet sabër në punë të mira, duhet sabër mu largu prej gjunave, duhet sabër me këshillu njëri tjetrin, duhet sabër me nejt këto nderse, duhet sabër. Allah na dhash sabër gjithë adhurimet dhe punë tona. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad.
Allah shpërblet.